Pra, një territor për 600 hektarësh është rrethuar dhe mbahet edhe me forcën e policisë, kur grupi i ambientalistëve të Vlorës me emërtimin të mbrojmë Vlorën, nuk na jepet asnjë shpjegim, nuk na lejohet të shikojmë dhe çfarë bëhet, nuk kemi asnjë informacion dhe nga pikpamja e komentit që do të bëjmë, kemi të bëjmë me një transformim të jashtëzakonshëm të një sipërfaqe për 600 hektarësh e cila do të urbanizohet dhe do të kthehet në beton. Por akoma dhe më keq, kemi edhe një lloj tjetërsimi të pronësisë. Nga prona e publikut Vlonjat, ajo do të kalojë së fundi në pronën e një apo dy individëve që mund të jenë shqiptarë apo të huaj. Tani, ajo që më shqetëson mua, çfarë qëndrimi do të mbajë Këshilli Bashkiak i Vlorës në rast se nuk është bërë miratimi në Këshilli Bashkisë për këtë territor që nuk i dihet akoma, atëherë për të ardhmen unë kam të pyetje. Nëse do t'ju kërkohet mbështetja, qoftë edhe në parim, do ta mbështesni urbanizimin e një territori për 600 hektarësh në favor të kujdo qoftë. Faleminderit. Përshëndetje, dhe unë jam pjesë... Të lutem. E ka fjalën zoti Hyseni.